20 dhe mund të pashuroni me këto informacione. Në endin parashkollor gëzimin, gjithçka është gati për fillimin e vitit të ri shkollor. Trupi koordinues për Preshevë, Bujanoz dhe Medveç ka shpall konkurs për ndarjen e bursave nxënësve të shkollës. Klima e nxehtë dhe e lagësh përbën një faktor për marrjen e infeksionit. Përshëndetje të nderuar televizionistë, po ndiqni edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin e Bujanocit. Në endin parashkollor gëzimi ynë gjithçka është gati për fillimin e vitit të ri shkollor. Është obligative para përgatitja për fillimin e vitit të ri shkollor në çdo end. Fëmijët të cilët kanë lindur nga 1 mars i vitit 2006 deri më 28 shkurt të vitit 2007, parashkollorët janë të obliguar të ndjekin programin parashkollor pikërisht të cilit fillojnë vitin shkollor 2013-2014. Në endin parashkollor gëzimi ynë gjithçka është gati për fillimin e vitit të ri shkollor. Është obligative para përgatitja për fillimin e vitit të ri shkollor në çdo end. Fëmijët të cilët kanë lindur nga 1 mars i vitit 2006 deri më 28 shkurt të vitit 2007 janë të obliguar të ndjekin programin parashkollor pikërisht të cilët fillojnë vitin shkollor 2013-2014. Programi për përgatitjen në vijimin për në shkollën fillore realizohet 9 muaj. Sipas fjalëve të drejtorit të endit parashkollor gëzimi ynë, në Bujanoc Nenad Tashković kemi bërë të gjitha përgatitjet e duhura për fillimin e vitit të ri shkollor. Për vijimin e mësimit parashkollor çdo fëmijë i u jepet vërtetimi pa të cilin fëmia nuk mund të regjistrohet në klasë të parë. Prindërit janë të obliguar që fëmijët e tyre të i regjistrojnë në endin parashkollor në mënyrë që ata të jenë sa më të përgatitur për të filluar mësimet në shkollën fillore. Ndërsa sa i përket antarëve më të rinj të kësaj qerdhe janë fëmijët nga mosha 2 deri në 5 vjeç, të cilët janë të ndarë në 2 grupe dhe gjithsej janë 28 voglush. Gjatë sezonit veror një numër i vogël i fëmijëve kanë vijuar mësimet në endin parashkollor gëzimi ynë, por që nga dita e hënë pres që grupet në këtë institucion të plotësohen në tërësi, përfundoi drejtori në endin parashkollor gëzimi ynë, Nenad Tashković. Në bazë të vendimit të qeverisë së Serbisë më datë 23 shkurt të këtij viti, shërbimi i trupit koordinues për Preshevë, Bujanoz dhe Medveç ka shpall konkurs për ndarjen e bursave për nxënës të shkollave të mesme në këto 3 komuna për periudhën shtator-dhjetor të vitit 2012-2013. Për nxënësit shumë mëmujore 6.000 dinar bëhej editur në konkursin e lartë përmendur. Këto bursa do të mund t'i marrin edhe në vitin 2013 nëse sigurohen mjete nga buxheti. Në bazë të vendimit të qeverisë së Serbisë nga 23 shkurti i këtij viti, shërbimi i trupit koordinues për Preshevë, Bujanoz dhe Medveç ka shpallur konkurs për ndarjen e bursave nxënësve të shkollës së mesme në këto 3 komuna për periudhën shtator-dhjetor të vitit shkollor 2012-2013. Për nxënësit shuma mujore është 6.000 dinar bëhej editur në konkursin e lartë përmendur. Këto bursa do të mund t'i marrin edhe në vitin 2013 nëse sigurohen mjete nga buxheti. Kushtet për të drejtën e marrjes së bursave janë të jenë banor të Republikës së Serbisë, konkretisht të jenë banor të njërit prej këtyre komunave. Për herë të parë të janë të regjistruar në shkollën e mesme në vitin e parë, të dytin, të tretin dhe të katërtin. Si kusht primar është që nxënësit që konkurrojnë ta kenë suksesin e vitit të kaluar të mirë dhe të mos kenë të përsëritur asnjë vit. Për bursa mund të aplikojnë edhe nxënësit që ndjekin shkollën jashtë komunave të Preshevës, Bujanocit dhe Medveçës në qoftë se në kohën e dorëzimit të kërkesës banojnë në këto komuna. Nxënësit të cilët kanë realizuar të drejtën në njërin nga bursat për nxënësit nga buxheti i Republikës së Serbisë nuk kanë të drejtë për bursë të shërbimit të trupit koordinues, por nëse ndërkohë fitojnë të drejtën e bursës janë të detyruar që të përcaktojnë për njërin nga bursat e ndara. Dokumentet e nevojshme për këtë konkurs janë certifikata e nënshtetësisë së Republikës së Serbisë origjinal apo kopje e vërtetuar. Certifikata nga libri am i të lindurve origjinal apo kopje e vërtetuar. Certifikata e vdekjes nga libri i vdekjes nëse nuk ka njërin apo të dy prindërit, respektivisht vërtetimin e kujdestarisë nëse nxënësi jeton te kujdestarët origjinal apo kopje e vërtetuar. Vërtetimin e banimit në komunën e Preshevës, Bujanocit apo Medveçës.
të cilat mund të merren në organin e Ministrisë së Punëve të Brendshme ose nëse nxënësi posedon letërnjoftim, atëherë nevojitet kopja e tij ose informacionet e shtypura të vendbanimit të depozituar në letërnjoftimin e ri. Vërtetimi i të ardhurave mesatare mujore nga çdo antar i familjes nga organet komunale bazuar në deklaratën e 2 dëshmitarëve dhe dokumentet e dorëzuara nga lista e deklaratës së dhënë për periudhën prej 1 qershorit deri më 30 gusht 2012. Vërtetimi të cilën e jep shkolla ku është nxënësi i regjistruar, të dhënat mbi regjistrimin në një klasë të shkollës së mesme në komunën e Preshevës, Bujanovcit, Medvegjës për vitin shkollor 2012-2013, suksesi i vitit shkollor të kaluar, vërejtjet kur nxënësi për të parën herë është regjistruar në vitin e parë të shkollës së mesme. Konkursi i përgjithshëm do të përfundojë me 30 shtator të vitit 2012, kështu që të ketë mundësi që bursa e muajit shtator të ndahet deri më 15 tetor dhe kështu me radhë për muajt e ardhshëm. Klima e nxehtë dhe e lagësht përbën një faktor për marrjen e infeksionit. Përveç kësaj, plazhit, pishinat, lumenjët e ndryshëm ndikojnë në shfaqjen e formave të caktuara të infeksioneve të lëkurës. Temperaturat e larta e djersa në këto ditë të ngrohta vere janë faktor risku për marrjen e infeksioneve në lëkurë. Përveç kësaj, plazhi, pishinat dhe lumenjët e ndryshëm ndikojnë në shfaqjen e formave të caktuara të infeksioneve të lëkurës. Ndaj kësaj sëmundjeje nuk kanë imunitet gjinit, preken meshkujt dhe femrat dhe duke sjellë shqetësime të shumta. Adnan Saliu, mjek i përgjithshëm pranë shtëpisë së shëndetit në Buenos, theksoi se rreziqet e infeksioneve të lëkurës shfaqen në forma nga më të ndryshmet. Vërtet se për shkak të temperaturave të larta janë të mise ardhura freskimet sidomos në pishina, mirë po përveç dobive që sjellin këto, natyrisht se ekziston rreziku që sidomos në ujërat të cilat janë të ndotura dhe të cilat nuk ka ndonjë kontroll nga personat autorizuar, atëherë dhe në vende ku freskohen një numër i madh i njerëzve, atëherë ekziston edhe rreziku që të vije edhe deri te infeksionet e ndryshme, të cilat mundet të qenë në infeksionet në lëkurë, në vesh, në organet urogenitale tjera. Edhe ekspozimi i rrezeve të diellit ndikon në manifestimin e infeksionit në lëkurë. Për të ruajtur nga efektet negative të diellit, Adnan Saliu këshillon të eliminohen orët e ekspozimit nga ora 11 deri në ora 17, pasi që ky është orari kur rrezatimi është më i fortë dhe jep efektet e tij negative si djegja dhe tharja e lëkurës. Sipas Adnan Saliut, personat biond janë ata që më së shumti preken nga infeksionet e lëkurës, ndërsa personat zeshkan kanë një imunitet më të madh. Ekziston edhe rreziku tjetër edhe nëse ekspozohemi temperaturave të larta, sidomos në atë periudhën ditore kur janë temperaturat më të larta, atëherë të vijë edhe te djegjet e shkallëve të ndryshme. Kështu që të gjitha ata njerëz të cilët shkojnë të freskohen duhen të jenë të vetëdijshëm, të jenë të vëmendshëm, që të zgjedhin vendin se ku shkojnë, pra preferohen vendet të pishinat ku mendojnë se bëhet pastrimi i rregullt i ujit dhe kështu që sigurisht se rreziqet janë më të vogla që të vijë deri te ndonjë infeksion i organeve të përmendura. Gjithashtu preferohet që gjatë ekspozimit të diellit në diell, në gjithësisht rreziqe, duhet që të përdoren edhe preparate të cilat mbrojnë nga djegjet. Personat e biond, do thotë të cilët më pak kanë pigment në lëkurë, ata janë më të rrezikuar nga djegjet, kurse personat zeshkanët të cilët në niveli i pigmentit të lëkurës është më i lartë, ata më pak janë të rrezikuar nga djegjet. Adnan Saliu theksoi se njerëzit tani më janë të vëjdisuar dhe numri i pacientëve me infeksione në lëkurë në shtëpinë e shëndetit në Buenos ka qenë shumë i vogël. Duke e mbyllur këtë temë, ju kujtoj se duhet të pushoni dhe të kënaqeni, por në mënyrë të zgjuar. Nëse neglizhoni do të rëndoni shëndetin duke prishur kështu edhe kënaqësinë e pushimeve, përfundoi Salihu. Çmimi i drithrave si gruri, mistri, fara e sojës e të tjera pan rritjet më dramatike në histori, njofton instituti më i rëndësishëm bankar në botë, duke paralajmëruar vende që importojnë drithra se do të preken shumë nga këto rritje.
Nga qershori në korrik të këtij viti, çmimet e drithrave dhe kokrëzave që u rritën secila me nga 25%, ndërsa çmimi i sojës u rrit me 17%. Çmimet e ushqimeve në rang global janë rritur me 10% në muajin korrik, duke ngritur frikën për një rritje të mëtejshme në vendet më të varfra të planetit. Paralajmërimet është bërë nga Banka Botërore, sipas të cilët vala e të nxehtit dhe thatësira që kanë përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe disa pjesë të Evropës Lindore janë pjesërisht shkaqet e kësaj rritjeje. Çmimi i drithrave si gruri, misri, fara e sojës e të tjerë pan rritjet më dramatike në histori, njofton më tej instituti më i rëndësishëm bankar në botë. Ai paralajmëron vendet që importojnë drithra se do të preken shumë nga kjo rritje. Nga qershori në korrik të këtij viti, çmimet e drithrave dhe kokrizave u janë rritur secila me nga 25%, ndërsa çmimi i sojës u rrit me 17%, vetëm çmimi i orizit e ra me 4%. Në Shtetet e Bashkuara, thatësira më e ashpër në gjysmëshekulli ka tkurrur të korrat e drithrave dhe sojës, ndërsa në Rusi, Ukrainë dhe Kazakistan, drithrat janë dëmtuar keq. Banka Botërore deklaron gjithashtu se përdorimi i drithrave për të prodhuar biokarburante, etanoli, është gjithashtu një faktor kyç në rritjen e çmimit të misrit amerikan. Në tërësi, indeksi i çmimeve të ushqimeve të Bankës Botërore ishte 6% më i lartë se në korrikën e vitit të kaluar dhe 1% mbi kuotën e mëparshme në shkurt të vitit 2011. Komisioneri për zgjerimi i Bashkimit Evropian Stefan Füle ka deklaruar të enjtën se kushti kryesor për fitimin e datës së negociatave për anëtarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian është përmirësimi i dukshëm dhe i qëndrueshëm i raporteve me Kosovën. Ndërkaq me këtë rast, nënkryetaria e qeverisë së Serbisë për integrime evropiane, Suzana Grebejić, ka deklaruar se udhëheqësia serbe është e gatshme që nëpërmjet dialogut të lartë politik të arrijë marrëveshje të përhershme me shqiptarët e Kosovës dhe se kjo do të ishte faktori i stabilitetit dhe i paqes në rajon. Füle pas takimit me Grubješić ka kërkuar që Serbia të zbatojë marrëveshjet e arritura me Kosovën në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Këto komenta i ka bërë në Bruksel pas takimit me nënkryetarin e qeverisë së Serbisë për integrime evropiane. Siç njofton Rel, ajo ka pohuar se udhëheqja serbe është e gatshme që nëpërmjet dialogut më të lartë politik të arrijë marrëveshje të përhershme me shqiptarët e Kosovës dhe se kjo do të ishte faktor i stabilitetit dhe i paqes.